7 gjërat që i ndodhin gruas pas lindjes. Që titullon ligji. Periudha pas lindjes është nga më delikatet për femrën. Për të bërë të mundur që kjo periudhë të kalojë pa komplekse e pa probleme, duhet të keni parasysh disa gjëra, të cilat janë renditura më poshtë. Mënyra pas lindjes. Mënyra pas lindjes duhet të jeni nën kujdesin e një mjeku, nëse jeni në spital, ose nën kujdesin e një mamije nëse jeni në shtëpi. Nëse të persona në shtëpi, këta persona do t'ju kontrollojnë shenjat jetësore dhe do ju vëzhgojnë vazhdimisht gjendjen e bebes. Ata gjithashtu do të masazhojnë uterusin në mënyrë që të kurrën muajt e organit, që të mos keni më gjakderdhje. Kur flasim për këtë lloj masazhi, nuk do të kuptoj kënaqësinë për të marrë zakonisht pas pamjeni apo kërtise. Është më e butë dhe më e ndjeshme se zakonisht, sidomos nëse keni kryer lindje cesariane. Lirimi nga dhimbjet e lindjes. Ju do të qëndroni në spital rreth 2 ditë nëse keni lindur në mënyrë natyrale, ose 4 ditë nëse keni kryer operacion cesarian. Megjithatë, qëndrimi në spital varet nga gjendja juaj shëndetësore. Gjatë kësaj kohe do të merrni medikamente të ndryshme që synojnë të përmirësojnë dhimbjet, paksojnë dhimbjet e paslindjes dhe të ndihmojnë në rikëthimin e gjendjes shëndetësore. Si më parë, siguroni që të pyesni e të kërkoni ndihmën e një mjeku se si të kujdeseni për veten kur jeni në shtëpi. Përfshirë këtu dhe mjekimin e dhimbjeve, masat për rehativ, tuaj dhe bamjat shtizë, të cilat nuk janë gjë tjetër veçse banjat që të sillen e dhimbjeve. 3. Lëndët ushqyese. Është e rëndësishme të kujdeseni për vaktet tuaja që të kenë shumë dëshmëri lëndësh ushqyese. Kjo jo për të kryer të paktën jo për të kthyer peshën e mëparshme, por për të mos shkuar dhe më serioze në orgazmizëm. Trupi juaj është ndryshe drastik dhe drejtimi i tij me shumë dëshmëri. Fruta, shpërime dhe lëndësh ushqyese do të ndihmojnë të shëroni dhe të ndjeheni më mirë sa më shpejt. Nënave që ushqejnë fëmijët e tyre me gjilë duhet të marrin 300 kalori më shumë se zakonisht. 4. Ushtrime fizike pas lindjes. Mos u nxitoni të ktheheni rutinës. Së përditshmërisë me ushtrime fizike për të arritur në masën që kishit para lindjes, duhet të merreni me qetësi dhe ngadalë këtë aktivitet, pasi mund të dëmtoni organizmin. Pas lindjes vaginale, ose si quhet gjërësisht lindje normale, duhet të filloni ushtrimet dhe paljestrën pas 4 ose 6 javësh. Nëse keni kryer lindje cesariane, duhet të prisni 6 ose 8 javë derisa të shkoni në paljestrë. 5. Jeta bashkëtorë. Derisa të kryeni marrëdhënien e parë seksuale pas lindjes, duhet të prisni ndalimin e gjakderdhjes. Kjo pasi ndalimi i gjakderdhjes është sinjal që mitra juaj është shëruar tërësisht derisa femra hidhet në sulm. Njëherë pasi ka ndaluar gjakderdhja, kurse disa të tjera marrin më ngadalë, nuk ka një përgjigje të gabuar apo të saktë për këtë çështje. Trupi juaj. Njëherë pas lindjes do të ndiheni tepër të dobët, ndërkohë që disa simptoma të fryes
po të duan kohë të largohen. Gjithashtu trupi tuaj do të shoqërohet disa simptomat si tjerës për ditë të tëra, por që të kalojë shpejt. Gjithashtu shenjat tentosen në barku apo pjesët e tjera të trupit do të fillojnë të zhduken. Pa çka ju mund të mendoni se të rikthehet trupin e mbarshëm në anën e ushqimeve apo palesrës, trupi juaj përsëri do të jetë ndryshe. Depresioni i lindjes dhe baby blues. Depresioni i lindjes është çështje shumë serioze për nënat e reja, teksa vetëm një pjesë e vogël e nënave vuajnë nga fluksi i hormoneve. Njërë si baby blues, depresioni i lindjes prek një numër më të madh nënash. Dhe zgjat më shumë. Një gjë që njerëzit nuk e marrin në konsiderat, por që është po aq shqetësuese se depresioni është anthi i pastërtisë. Këto ishin 7 gjëra që duhet dini për lindjen.